Arrest me burg. Ka vendosur gjykata e shkallës së parë të rrethit gjyqësor Fier për Milasin Ramaj, i arrestuar nga blut e Fierit pasi e kishte kthyer banesën e tij në lagjen Kastriot në bazë armësh. 38 vjeçari ra në prangat e policisë në një operacion të befasishëm në qendër të qytetit, pas informimit nga një emision investigativ se një shtetas me të cilin ata kishin komunikuar në kuadër të punës së tyre posedonte pa leje një armë zjarri. Strukturat hetimore dhe operacionale filluan menjëherë punën duke lokalizuar 38 vjeçarin teksa lëviste me automjet, ku gjatë kontrollit ju gjet dhe u sekuestruar një armë zjarri pistolet që e posedonte pa leje dhe një shumë parash prej 3.500 euro. Në vijim të hetimeve të thelluara u mundsua zbulimi një banese në lagjen Kastriot, të cilën ky shtetas e përdorte si bazë armësh, pjesësh dhe armësh municioni që dyshohet për t'ia shitur grupeve kriminale. Nga kontrolli në këtë ambient u gjetën dhe sekuestruan 10 armë zjarri automatik, një armë zjarri pistolet, një armë zjarri pistolet automatike, 2 silenciator, 9 karikator automatiku, 3 karikator pushke, 2 krejera pistolet dhe sasi fishekësh të kalibrave të ndryshëm. Milasin Ramaj ka dalë sot para trupës gjykuese të përbërë nga gjyqtare Klodiana Kryeziu, prokurore Elona Gixhari dhe avokat Arap Shkopi, ndërsa në koordinim me prokurorinë e Fierit po vijojnë hetimet për të identifikuar shtetas të tjerë që mund të jenë të implikuar në këtë veprimtari kriminale.